lënë larg. Kur njëri prej miqve arrin të thotë, zhdukun nga sytë e mi, kjo tregon se marrëdhënia ka arritur një pikë kritike. Këto nuk janë thjesht fjalë, por një mur emocional që ngrihet mes dy njerëzve. Në atë moment, nuk ka më hapësirë për dialog të qetë apo reflektim racional. Ka vetëm reagime të nxitura nga lëndimi, krenaria dhe ndjenja e tradhtisë. Nga ana e saj, Juelos nuk I mbeti gjë tjetër veç se të përgjigjej me të njëjtën energji, duke e shtyrë Rogertin të vazhdonte rrugën e tij. Kjo është një fazë tipike në prishjen e miqësive, kur të dy palët, në vend që të kërkojnë zgjidhje, zgjedhin të mbrojnë veten dhe të largohen emocionalisht. Është një mekanizëm mbrojtës, por njëkohësisht edhe një hap që e bën rikthimin gjithnjë më të vështirë. Ajo që e bën këtë situatë edhe më të rëndë është fakti se ata nuk ishin thjesht njohës të zakonshëm, por miq të ngushtë. Kur prishet një lidhje e tillë, nuk humbet vetëm një person, por edhe një pjesë e vetes. Kujtimet e përbashkëta,